Shifni, Rushdi është një marakli bletësh, ka pa fund, Zoti ja shtoft e mashallah. Amin. Ezim Rushdi, ndërkohë, si vendoset të kthehesh në lindje, pavarësisht se kishe punë dhe bizneset jashtë dhe vendoset të kthehesh u vendosa këtu vetëm për një antistres. Është relax. Tirana o Zoti i madh si është. Këtu është një relax. Rushdiu jeton në Tiranë, po fundjavave kthehet me shoqërinë, me njerëzit, kthehet edhe ditëve tjera dhe javë, sepse bleta ka shumë punë. Nëse do të marrësh blet, ka shumë punë. Ka punë. Ka përkushtim, ka punë, edhe i përkushtohem me shpirt e me miq, si me thonë. Edhe bravo. Jam i kënaqur, kam mbudh ca pemë thjesht për qef nga të gjitha llojet, por bleta është një antistres për mua. Rushdiu kishte pafund pemë të vogla, shumë mira, unë kam marrë thjesht vetëm për t'i parë. Jo vetëm për t'i parë, po i krasitë me pjesë të mirë, sepse se i kishte vot, nuk i kishte vot dorë fare, dhe kur vazhdova t'ja presun, thote qa bërë, se i prishëm gjitha. Qa të zemra, pasha Zotë. Edhe ne e i bom me kënaqësi, sepse njerëzit punëtorë miq ne i duam dhe i respektojmë, sepse Shqipëria botë me këto njerëz dhe jo me ato që thonë vetëm do ikim nga Shqipëria dhe nuk kthehen kurrë. Shqipëria është mrekulli. Rushdi, ku jemi këtu? Fshati Kojovec. Kojovec. Po. Kojovec është vendlindja jote? Po, vendlindja ime prej kaq vitesh. Domethënë unë jam rikthyer pothuajse këtu. Kam investu, jemi në mes kufirit zonës së Kollobortës dhe zonës së Shqipërisë, me thonë. Se kështu e njohim ne. Po, është zalli o kështun, që e ka zili e gjithë Shqipëria. Pavarësisht se s'ka ujë. Vërtet miq, është një vend kaq i bukur, kaq prallor. Rushdiu ka marak bletët miq. Miqtë e mi, është vërtet një bletëric mjaft modern. Është shumë i aposonjuar pas bletëve, siç e shihni, dhe Zoti ja ka shtuar bereqetin. Pasioni im është bleta. Bleta është smundja jote, është ajo që të ngacmon dhe... S'du me a ditë fare, a jemi gjallë, kemi vdek, veç për bleta. Miqtë e mi. Rushdi, qa do të mesazhi do kishe për të rritë që jetojnë... Pasha Zotin vetëm një gjë i them, të ktheheni në vendlindje, nuk ka si vendlindja jote. I kam breth këta vene, këta male, kjo është kryesorja. Vendlindja është sherbet, është mjallë. Është sherbet, është një antistres. Po mundon me mishe me shpirt ta bëj këtë vend si perë. Paraj, si me thonë. Miqtë e mi, ishte kënaqësi dita e sotme, kaluam bukur. Unë i uroj Zotit ja shtoj bereqetin edhe sa më shumë njerëz të tillë që duan vërtet me mishe me shpirt, se një gjë ju them, edhe peshku që e marrim spesjen më patru, kur vjen dita, do kthehet vetlindje, do kërkoj ati ku nis jetën, ati do kthehet. Respekte nga gjithë tu xhediku, e Rushdi Murgu, respekte.